Sera me konstruksion të qelsh në Davidovës të shtimes, krahasuar me ato që po ngritën gjithandaj Kosovës, falë mbështetjes së Ministrisë së Bujqësisë, dallon edhe për ngacmimi investues, por edhe për kushtet më të hershme për daljen në treg për shitjet e perimit. Sera është ngritur me mjetet e kompanisë Besimi Komerc dhe ka kushtuar 180.000 euro. Këtu në Mollopolç, përveç pemishtër ka edhe keni edhe sera, pak më ndryshe se ato të mëshme. Këto janë to që praktikohen përgjithsisht në Kosovë. Kemi edhe këtu, i kemi 40 serë, kemi të mbjelluna domate dhe spec tranguj. Sa krahasu me atë serën atje që kemi gjeru në emisionin e kaluar kemi transmetu kronikën për te, koha e daljes në treg. Koha e daljes në treg me këto sera që po i shefni është në një muj ditë ma vonë se sera e xhamit atje. Atje veç kështë nisë trangujt për me dalën? Atje ka nisën trangujt me dalën, edhe domatja ka nisë, ka formuar kukrën. E këtë një muj ditë shkon mbrapa. A zani tregun edhe me këte? E zam edhe me këte tregun. Pak ma të lirë, po zam treg. Janë ngritur këto sera 20 hektare me 20 ari me mjetëve tanaka, apo? Jo, kemi morë grant prej qeverisë. Për Ministrisë Bujqësisë? Ministrisë, po. Sa ka qenë participimi juj? Ka qenë dikon 35%. Ju 35, Ministria 6? 65, po. A do të shkoni prapë në këtë specifik, në këtë fushë? Në zërim sipërfaqe? Për momentin ne nuk guxojmë na për sera mu zgjeru, se kemi plane tjera. Me pemishte? Me pemishte. Besimi Komerc në Mollopolç të shtimes është përfitues i grantit nga Ministria e Bujqësisë për ngritjet e serës në sipërfaqe 40 ari. Sasitë e para të perimeve të prodhuara këtu do të dalin në treg në fillim të qershorit.